Përshëndetje të gjithëve nga unë Margarita, uroj që sot të keni një ditë të qetë dhe jo të ngarkuar me punë e lodhje, aq sa të mos i kushtoni kohë vetes suaj. Vërtet, do doja ta vinit vete në një pozicion, sikur ju të krijonit pak më shumë hapësirë për veten tuaj, sikur të kishit 2 orë bosh nga ajo dita e ngarkuar dhe këto 2 orë t'ja kushtonit vetes tuaj. Çfarë do bënit? Do t'i kushtonit më shumë kohë familjes tuaj, duke i treguar dashuri fëmijëve tuaj që kanë kaq shumë nevojë për atë kohë dhe atë dashuri që ju i krijoni duke lozur me ta. Apo do t'i kushtonit pak kohë bashkëshortit apo bashkëshortes tuaj duke lozur me njëri tjetrin një ping-pong, një tenis apo një lojë shah dhe duke forcuar kështu marrëdhënien me njëri tjetrin. Apo do krijonit një ambient me të afërmit tuaj duke pjekur diçka në zgarë dhe duke i treguar atyre se sa shumë i doni. Apo ne gratë, ju vajzat e gratë që e kemi shumë problema të lënien pas dore të vetes tonë për shkak të ngarkesës së punës dhe të punëve familjare që kemi, sikur të kishim pak kohë dhe të shkonim në spa për një relax, apo në parukeri, apo në pazar për të bler diçka se atje kemi mendjen ne. Nuk do ishte gjë e bukur vërtet. Kur ti i kushton vetes tënde kohë, krijon harmoni me jetën tënde. Por koha nuk gjendet. Koha krijohet. Dhe që ta krijojmë kohën, duhet ne vetë të ndikojmë në jetën tonë. Si mund ta bëjmë këtë? Mendoni, kush po ja u vjedh kohën? Cila është ajo gjë që nuk po lejon tek ju t'i kushtoni vetes tuaj pak rëndësi? Kërkojeni këtë gjë. Unë e kam gjetur dhe i kushtoj vetes time goxha kohë, sepse me biznesin që bëj jam shumë e lumtur dhe veten time e kam vënë rast të parë dhe jo punën. Pra, le të punojmë për të jetuar dhe jo të jetojmë për të punuar, sepse do vi një ditë do bëhemi pishman dhe do themi, çfarë bëm